Se këto po na akuzojnë neve ato që ndoshta nuk flasin shqip sa flasin muslimant në mënyrën e drejtë e kështu, po na akuzojnë se ne kemi hek dorë nga identiteti janë kombëtar edhe më shumë jemi bë musliman, filo turk apo filo arab dhe kështu na quajnë ndryshe. Një prej atyre kritikave që i bëjnë këta, të themi, islamofobët, është më qesharake që i ndëgjojmë, në me thonë gati çdo ditë, po ka rrezik që edhe t'jenë përhap të dikush tjetër, se një gjë që përsëritet shumë edhe nuk demantohet, ka mundësi edhe të pranohet si e vërtet. Është gjoja identiteti islam, ose fetarinja, i dikujt bie ndesh me identitetin etnik. Logjikisht, kjo i bie sikur kur ata thonë për shembull ti a je shqiptar, a je musliman. Unë jam edhe musliman, edhe shqiptar. Edhe kjo as kundërshton ato dy. Kjo pyetje është njëjtë për mendimin tim, edhe besoj që ata që i njohin këto tema sociologjike, me thonë besoj që ndajt njëjtin mendim, është njëjtë sikur më i thon njëri ti a je musliman, a je gazetar. A je musliman, a je ekonomist. A je musliman, a je çka jeti? Po ose a je bashkull e burr. Tash, pse se identiteti është shumë dimensional. Unë kam një preardhje historike, kulturore, i takoj një popullit, i cili ai populli im, domethënë ka kaluar, ka një histori të gjatë. Jemi, domethënë pasardhës të ili. Kjo s'ka lidhje, domethënë kjo preardhja ime nuk e përcakton besimin tim për botën e ardhshme, për xhenetin, për xhehenemin. Për çatë absolutisht feja islame pastaj e kundërta. Jo që nuk ka kundërshtim, por se feja islame na urdhëron që ta duam popullin ton, shoqërinë ton, të jemi të dobishëm, parimet tona. Pa disa ditë ishte muhabeti i cuclës, se keni pa atë Francës, atë turkut edhe arabit. Faktikisht ato me pavedije, do të thonë pavedije, e pranojnë se ato e pranojnë identitetin e tjetrit, por e preferojnë që me ka nga perëndimi e jo nga lindja. Nësa ne asnjëherë nuk kemi thonë se studimi gjuhë shqipe, ruajtja e atyre tipareve të kulturës shqiptare, jo diçka që është kundërshtim me fenë. Kjo thonë se po, politeizmi është kundërshtim, edhe sipas këtë feve monoteiste, politeizmi është diçka që është e refuzuar. Dhuna, gënjeshtra, këtë ato, po. Ato asë që kanë qenë ndonjëherë pjesë e identitetit etnik apo kombëtar të shqiptar. Kjo është thjesht një sajes, se njeriu kur nuk ka argumente fillon dhe pretendon gjëra të kota. Kjo nuk është, më thonë, nuk është logjike, për arsye se feja islame për shembull që ka prodhu sa patriot, më thonë të këtij kombi, musliman, themelusi i shtetit shqiptar musliman ka qenë, po kjo se ka, më thonë, nuk e ka pengu ati që ai të jetë musliman edhe shqiptar. Perandoria osmane i ka aftësu ato njerëzit që kanë themelu shtetin. Se ti s'mundesh me themelu shtet nëse nuk ke njerëz që dinë çka është administrata, çka është ndarja e poste e ministrive dhe kështu me radhë. Për atë arsye, domethënë Islami neve na mëson askund në mësimet e fesë islame nuk ka gjëra të tilla që ne duhet ta urrejmë kombin. Përkundrazi Zoti ka kriju popujt kombe të ndryshme. Dhe këtë fakt e pranon Kurani, se o njerëz që kemi krijuar nga një mashkull dhe nga një femër dhe kemi bë popull dhe fise, që të njiheni. Kjo është një prej shenjave të Zotit, se Zoti ka krijuar popull të ndryshëm, më thënë. Dhe secili e respekton popullin, e tash normal. Do të thonë, ky popull, ky nuk është i shenjtë ky popull. Ka mundësi për shembull të përmende çështjen e devimit në besim. Normal që feja islame thret në mënyrën më të bukur që njerëzit ta pranojnë krijuesin e tyre dhe kjo nuk ka asgjë në kundërshtim, nuk e pengon të qenit, domethënë përkatësinë faktikisht etnike të dikujt. Jo vetëm shqiptarëve, taskujt. Domethënë edhe turku është turk
Po edhe është edhe musliman, është arab edhe është musliman. A ka mundësi një shqiptar me qenë agnostik? Ta shikojmë në historinë e popullit shqiptar, a ka ndonjë periudhë kur shqiptarët kanë qenë agnostik? Shembull. Se që paraqiten do, apo do që thonë se jemi ateist, alama. Agnostik ato që thonë se nuk kemi ka diçka ekziston ndonjë forcë, po ne nuk kemi mundësi ta verifikojmë apo ta mohojmë atë ekzistimin e asaj force. Edhe agnosticizmi mund të themi se është sipas logjikës së tyre. Po. Megjithse kjo nuk ka të bëjë as pak se shqiptari mund të jetë i mirë edhe shqiptari jo i mirë. Mund të jetë musliman, mund të jetë krishter, mund të jetë për shembull agnostik, mund të jetë ateist. Mund të jetë njeriu ose jo njeriu si thoshte një profesor. Çka ka lidhje kjo me atë se çfarë prejardhje ke ti? Nuk ka as pak. Dhe fakti që ata pastaj këtu ndërlidhen ata që ndërlidhen me atë se ne kemi qenë krishterë. Po ti pse merr vetëm një periudhë të caktuar për me përcaktu identitetin? Ktheu më herët, ktheu shumë më herët, tash shqiptarët kanë qenë, përkundrazi, populli shqiptar është një prej popujve më të mençur për mendimin tim. Pse se ka zgjedh, në mesin e gjithë këtyre popujve, e ka zgjedh me dëshirën e vet, e ka zgjedh dikush, kjo nuk më hoqë, dikush mund të ketë pas ndonjë qëllim tjetër. Mirë, po në përgjithësi e ka zgjedh, me besu, Zotë, sikur se sot e kësaj dita ai karavani i pranimit të fesë islame nuk ndalet. Vazhdimisht që njerëz të cilët vinë në përfundim se nuk është, pejgamberi i fundit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me kjo ma absurdi që ka bëtë se ajo që flet pasaj për identitetin e vetë, që fundit ndroje, ngjyrose, bëni që ka dush, do të të ndryshon edhe identitetin e tjetrit, pa dëshirin e ti, me imponim, sikur që kanë bërë regjimet e mëhershme. A thash kjo prej një, e liri të shprehjes, mendime dhe të drejtë asaj për të përcaktuar, po del në një program da e gjithë mirë të mendum ti kje të drejt me besu që ka da? A më duket pak është punë edhe liria e fesë dhe liria e shprehjes janë dy të drejta themelore të secili që e ka. Jo, do ta ndryshosh, se unë s'du është ndosht. Ama këto diçka veç do ta përmend, se më duket nuk janë sinqert. Jo. Se sinqeritetin nuk mund ta vërin, mirë po. Shumica atyve që ikin duket se ati punon bankomati. Bankomati u kanë nxej shumë edhe o të punu edhe i indikon. Ose bankomati, ose unë thamë se disa prej atyre që janë kanë në mesin e një shoqërie muslimane, por se kanë duru dot islamin me parimet e veta, me kufit e saj, me normat, dispozitat. Për shembull, sikur që plot për muslimanët që ishe duke pi alkool. E tjetrit që nuk mund të rri pa hangër mishin e derit. Edhe vetëm se gadal e vetëm i përshtatët një fe tjetër. Por jo, me atë njëtën se ai do të bëti devotshëm ta e fe tjetër. Ai do ta lun njëtën hilet, njëtën mashtrime, njëtën shkele do i bën, vetëm se do të thonë se unë jam dikon tjetër. Çfarë e bëti, ai ndoshta s'din. Jo din rastin aty se 3-4 herë kanë incizu tu parzu njëti person. Po më vjen keq dhimbët ai person nga se e vërej se ka ndonjë problem të brendshëm që nuk ka mundësi me gjetë ndonjë derman për ato problem ose ndonjë problem financiar. Thuaj sinqerisht, nuk po mund me kanë musliman se s'në falë në shumë namaze, s'në ma e gjerim, du me bazina, du me pi alkohol, du me i bakto gjën, hecu dhe martë koftë. Ama mos ma në cena identitetin tim, ose drejtën e përgjithës. Ala ma keq bëhet që i shpend kur fillon e të kazojnë se si ka qenë Ramazani, e dini se Ramazani e kanë 3 ditë, ose shkojnë për xhamin ditën e xumas, vetëm disa xhamia mbushta, 3 janë shprasta. Do thonë këto xhallar të ri kanë ndryshuar me tendenca që me zvoglu ndikimin apo përcaktimin identitar që ka Islami tek shqiptarët. Sot do të shfaqet edhe ajo ignorancë e tyre që është edhe absurde, dhe se njëri pak me minutë gjana nuk i flet ato muhabete.